Ditago ka qenë e ftuar së fundmi në një emision ku ka komentuar ngjarjet që kanë ndodhur në vitin e kaluar pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ajo është shpyetur gjithashtu për një moment që u bë viral në rrjetet sociale, ndonse ishte fatkeqësi. Bëhet fjalë për pjesën kur këngëtarja ka qenë prezent në varrimin e vllajt të Gjesit, i cili vdiq në shtator si pasojë një aksidenti me motorciklet. Iqbanori thekson se nuk do që të komentoj fare këtë temë, por që sipas saj atë dite vdiq dhe njerëzimi. Nuk dua ta komentoj fare si temë. Respektoj dhimbjen e tyre deri në fund dhe nuk dua të flas fare sa i përket kësaj teme, u shpreh ajo. Tutja ajo theksoi. Di vetëm të them që atë ditë vdiq dhe njerëzimi, kështu që nuk dua të komentoj asgjë më gjatë. Kjo pasi në ato qaste të gjithë syt ishin nga ta dhe po i bënin foto. Na do t'ju themi se pjesëmarrja ishte goxha e madhe, por nuk munguan dhe mediat televizive. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Ditago dhe Gjesti kaluan një periudhë mjaft të bukur, për sa kohë ishin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.